Qarkulloni i lirshëm në krye qytet. Mirë po tani e tutje, mjetet të tilla bujqësore e kanë të ndaluar të dalin në rrugët e Prishtinës. Kjo po pamundsohet pas një vendimi të marrë nga komuna. I njëjti po mirëpritet nga vetë bujqit. E mirë se ardhën është, shumë e dhenë është. Nuk mundet me ardhë pëj Marjeci, po me nej Gollakut, pëj Grashtisës, pëj Makovcit, ku është lëq, halal. Edhe më shkoth lëq, rruga kryesore, është lëq kur të në bashe. Me gjitha ata lëq me dalë në asfalt edhe me ardhë të në Prishtinë me lëq, të zhytë udhen. Pos këtij vendimit, sipas Dushi duhet të miren edhe të tjerë. Po duhet hala edhe tjera vendime. Me pas fabrikat e plehet, hasder janë, edhe kuadri bile hala nuk u dek, hala është kuadri aty, edhe me prodhu plena minerale, nak, i kem të na kushtet. Fabrika është Mitrojis, fabrika është në kombinat të Kosova apëm duket aty të kënë pari. Edhe me pas prodhimet tona. Por i pakënaqur me vendimin, po del të jetë dikush tjetër. Nga Federata e Bujqve, thosë se kufizimi nuk duhet të bërë, pa ofruar një opcion alternativ. Bujqet kanë probleme dhe të lashe të lloj-llojshme me cilat ballafaqohen dhe kjo të lashe nuk është dash t'ju ndodhë, sepse për t'ju ndaluar bujqve qarkullimin në krye qytet, duhet t'i asiguruar infrastrukturë tjetër për të pas qasja në tokat bujqësore të cilat të punojnë. Nga komuna thonë se vendimi është marrë në përputhje me dinamikat e reja të zhvillimit të qytetit. Arsyet kryesore që kanë quar në këtë vendim janë papërshtatshmëria funksionale e mjeteve bujqësore për zonat urbane, kushtet e rënduara të trafikut në krye qytet dhe përdorimi i tyre në mënyrë jo të rregullt për bartje të materialeve. Siç bëhet e ditur në vendimin e marrë, ndalimi zbatohet në të gjitha zonat urbane të Prishtinës, përkatësisht deri në kufirin me zonat e para rurale.